Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot në platformën digjitale Okult, po në kanali Okult, në kanali i platformës tonë digjitale. Siç e dini, ne jemi 4 herë në javë këtu ke platforma jonë dhe 4 herë, 4 emisione janë përzgjedhur në bashkëpunim me Radio Televizion Kombëtar Top Channel. Sot jemi në rubrika Okult Kultur dhe para se të fillojmë temën e diskutimit, doja të kujtoja të gjithëve atyre që ende nuk e kanë bërë subscribe kanalin ton, ta bëjnë subscribe që të krijojmë një urë komunikimi për çdo emision që ne hedhim. Jam këtu me këtë punim të Argjendari Piros, që është një punim jashtëzakonisht sqimatar, një punim shumë i imët, i detajuar dhe ju do thoni çfarë është. Është toka e sheshtë. Është një punim floriri të cilin Piroja ma ka bërë me dedikim si dhurat, ashtu si dhe këtë unazën time ku është pema e jetës e gdhendur me shumë delikates, me makineri shumë moderne që i ka vetëm Argjendari Piro këtu në Shqipëri në dijenin time. Jemi dhe me Ujin Lajthiza, të miku ton, biznesmenit të shquar Ajriut, i cili ka bërë dhe një brand të ri që, do më thënë, një mark të re këtu në Ujin Lajthiza, që është një ujë me vitamina. Shumë cilësor, provojni se nuk keni për të zhgënjur. Gjithashtu, Lajthiza vjen dhe me këto 4 pije të reja, janë aranjata, janë roze, janë pije energjike, limonada, është kjo Oks, të cilat gjitha bëhen sigurisht me bazë ujin e Lajthizës dhe me elementet e tjerë vinë në mënyrë shumë cilësore dhe nga mënyra nga forma dhe nga përmbajtja gjithashtu. Nuk ka pse të marrim mallra të ngjashme të huaja, por duhet edhe ne shqiptarët të punojmë dhe të luftojmë për të zhvilluar bizneset tona të brendshme dhe për të ngritur ekonominë tonë të shqiptarëve. Fuqizimi i biznesmenëve shqiptar do të thotë ngritje pagash e punëtorëve, shtimi punëtorëve, shtimi prodhimit dhe rritje e mirëqenies, sepse rritet ekonomia. Në Okult Kultur sot kam zgjedhur disa materiale dhe do të flas pak për tharjen e lumit. Kush është lumi? Lumi në Bibël ishte aq i madh dhe aq i fuqishëm sa konsiderohej një nga 4 lument e kopshtit të Edenit. Ka shumë studiues që mendojnë kështu. Unë nuk e mendoj kështu, sepse e mendoj ndryshe. Kopshtin e Edenit e mendoj diku pranë Chicagos së sotme. Jo, po ka studius cilët i kam studiuar dhe ma kanë mbushur deri diku mendjen, megjithatë, kur mos thuaj kur derisa asnjë gjë nuk është saktësuar në mënyrë precize. Por nga shumë studiues lumi quhet Eufrati, sepse nuk ka nevojë për ta quajtur me një emër tjetër. Ka qenë një lum shumë i rëndësishëm në pellgun e parë ku u zhvillua civilizimi ynë i sotëm ky i njohturi. Ka qenë zona mes Eufratit dhe Tigrit. Eufrati është më në lindje, Tigri është pak më në perëndim. Të dy burojnë nga zona e Turqisë aziatike dhe rrjedhin nëpër Turqinë e sotme, në Siri dhe kalojnë nëpër Irak ose në Babiloni, kurse zona aty ku bashkohen dhe hapen dy lument quhej Mesopotami nga grekët, që do të thotë zona midis dy lumenve.
Një foto ilustruese, ju lutem, regjia, foton e parë që unë kam përzgjedhur. Këtu janë 4 engjëj të rënë për të cilët flitet në Bibël që do të dalin dhe janë të burgosur poshtë lumit Eufrat. Po çfarë ndodh në fakt kur lumi më i rëndësishëm profetikisht në botë është duke u zhdukur? Sipas shkrimeve të lashta ose sipas Ungjillit, por edhe Biblës, profeti Jeremia ka shkruar 600 vjet para Krishtit për zhdukjen nga shtrati të Eufratit, e cila në fakt ndodhi dhe që do ta përmend më vonë. Lumi Eufrat në fakt është duke vdekur. Lumi që dikur gëzonte zemrën e botës së lashtë, ishte rruga ujore që rrithe përmes kopshtit të Edenit për disa studiues dhe ushqente perandorit e Babilonisë, të Asirisë, ku ka lindur qytetet e para të mëdha në fakt në historinë e njerëzimit. Ky lum pra është duke u zhdukur para syve tanë. Qofse interesohemi, duhet ta dim se shtrati i tij po çahet, ujërat e tij po të rishen dhe po dalin shpatet anësore duke u tharë, dhe kjo ka mbi 2 dekada që po ndodh. Kjo në fakt është një shenjë e shkruar në librin e zbulesës më shumë se 2000 vjet më parë. Po pse ky lum, pra Eufrati, ishte një lum që zhvilloi civilizimin e parë? Më përpara do flasim pse ka kaq rëndësi tharja e Eufratit. Kjo ka rëndësi sepse ne duhet kuptojmë se çfarë përfaqëson ky lum. Sistemi ujor Tigër Eufrat, siç e thash më parë, dhe zonat në mes tyre që kanë qenë zonat e para sipas shumë studiusëve të ku është kultivuar bujqësia, ku janë ndarë parcelat, ku janë bërë kanale vadice dhe kulluse në rast përmbytjesh dhe shirash. Pra ky territor dhe këto dy lumenj kanë qenë burimi jetësor i botës së lashtë. Pra, ky territor njihet si djepi i qytetërimit njerëzor. Në fushat e përmbytura nga Eufrati sumerët në fakt shpikën alfabetin. Babilonasit ndërtuan kodet e Hammurabit, pra kodifikuan ligjet. Asirianët ndërtuan bibliotekat e para të mëdha. Qytetet e para në botë si Uri, Uruku, Kaldea, Nipuri, Babilonia u ngritën nga balta e brigjeve të këtij lumi. Për mijëra vjeçar, Eufrati ishte boshti rreth të cilit vërtitej jeta. Ju lutem foton tjetër, regjia, ku janë 2 lumenjt në një nga hartat e lashta që na vjen. Sistemi ku është kjo zonë quhet Mesopotami dhe këtu është ndërtuar gjithë qytetërimi i vjetër. Po të shikoni, keni të gjitha malet, ato qytetet kryesore në zonën që grekët i theshin Mesopotami. Aty mund t'i lexoni, keni Ninivehun, keni Kishin, keni Elamin, keni Lagahun, keni Kinun dhe qytete të tjera në veri, Eblan dhe qytete të tjera të cilat mund t'i lexoni në këtë territor. Në Bibël, Eufrati
lumi pra që është më nga lindja, kur e shikojmë në këtë pozicion, mban një rëndësi edhe më të thellë, është një nga 4 lumenjt që shumë studiues thonë se rrjedh nga kopshti i Edenit. Ai shënon kufirin lindor të tokës së premtuar të Abrahamit sipas djatës së vjetër të Qifutëve. Ai ka thënë Zoti Abrahamit, ne vërtet ne nuk e dim. A janë këto histori vërtet të ndërtuara që nga lartësia dhe këta ne nuk e dim. Por të paktën sot këto libra kështu thonë dhe vlen për të justifikuar shumë veprime genocidale që po ndërmarrin sionistët, të cilët kërkojnë ta bëjnë shtetin e tyre të Izraelit sipas një premtimi që jo pas ka thënë Zoti që ju do t'i merrni këtu. Pra, siç u thash, në rrëfimin biblik shpesh ky quhet lumi dhe jo lumi Eufrat, pasi nënkuptohet. Në librin e zbulesës, Eufrati ka lidhje me situatat e fundit apokaliptike të historisë. Po, cili është sot realiteti shkencor? Pse në fakt po thahet lumi i Eufratit, sepse ky është fakt. Ky është një realitet tashmë i dokumentuar i matshëm dhe që është duke u përshpejtuar në mënyrë shumë të çuditshme dhe të shpejtë. Ku e kanë ditur? Në Ungjil, Gjoni, 95 vjet pas erës së re ose pas Krishtit, siç e quajmë ne shpeshherë, ka shkruar për Eufratin që do të thajë në disa ditë të rëndësishme të cilat ai i lidh me disa shtresa ofrimit të këtij fenomeni. Në vitin 2021, në fakt, Ministria Irakiane e burimeve ujore lëshoi një paralajmërim të ashpër, duke thënë se lumeni Tigër dhe Eufrat mund të thahen plotësisht deri në vitin 2040 sipas këtij trendi që ato janë tharë vitet e fundit. Raporti ka përmendur rënien e niveleve të ujit, thatësirën kronike dhe efektet shkatruese të kësaj thatësire. Edhe të dhënat satelitore që vinë nga NASA paraqesin në fakt në atë territor një pamje alarmante. Ka një mision që quhet Grace, që është eksperimenti i rikëmbjes së gravitetit dhe klimës, që përdor satelit për të parë ndryshimet në rezervat të ujit të tokës, dhe ky mision ka zbuluar një shkallë alarmante të rënies së rezervave totale të ujit në pelgjet e lumenjve Tigër dhe Eufrat. Vetëm midis viteve 2003-2013, pelgu humbi sipas të dhënave zyrtare 144 km3 ujit të ëmbël, një nga shkallët më të shpejta të humbjes së ujit të regjistruara ndonjëherë kudo në tokë. Një foto ilustruese nga NASA, nga fotografia e NASA-s, regjia, ku tregohet humbja dramatike e ujit në pelgun Tigër Eufrat. Ja ku e keni këtë foto të NASA-s ku janë bërë kalkulimet për atë që u thash, siç pretendohet nga ky raporti. Situata pra është përkeqësuar në tetor të vitit 2025, liçeni Tharthar i Irakut, një montanëzir regjia të foton e Thartharit, një rezervuar kritik i ushqyer nga Eufrati ranë në nivelin e tij më të ulët që nga ndërtimi i rezervuarit në vitin 1955, duke rënë në 38 niveli shtrati i ujit të liçenit, 38.5 metro. Ja ky është liçeni i Thartharit që është krijuar nga
një rezervuar gjigant që është krijuar nga ujërat e lumit Eufrat për shkak të rënies së prurjeve të këtij lumi, edhe ky liqen ka rënë në një nivel shumë të ulët. Ministria e ujrave e Irakut deklaroi se rezervat e ujit kishin arritur nivelin më të ulët në 80 vitet e fundit. Dhe fermerët kanë braktisur fushat e tyre për shkak të pamundësisë për të vaditur. Dhe qytetet janë përballur me racionimin e ujit. Shkaqet janë në fakt të ndërlidhura, siç u shpjegova, pak dhe të ndërlikuara. Projekti masiv i Anadollit Juglindor, KAP, i Turqisë, që përfshin digën Ataturk, që është një investim shumë i madh, një nga digat më të mëdha në botë, ka ulur ndjeshëm rrjedhën e Eufratit në Siri dhe në Irak. Siria ka rrjetin e vet të digave nga ana e saj, ndryshimi natyror i klimës po e përshpejton problemin, siç thonë këto studime. Po në fakt ai mund të jetë një proces periodik që përsëritet her pas here, pasi toka ka një sasi shumë më të madhe ujrash nën tokë se sa janë oqeanet sipër mbi tokë, dhe shpeshherë ndodhin qarkullime dhe cikle të çuditshme të ujrave, dhe sigurisht për mendimin tim nuk ka lidhje me këtë teori zyrtare për shkak të ngrohjes së motit, ngrohjeve globale që në fakt nuk ekzistojnë. Sigurisht rënja e nivelit të ujit në atë territor do të sjellë ngritje të temperaturave, por ngritja e temperaturave është për shkak të këtyre fenomeneve të qarkullimeve të erpashershme të ujrave mbitoksore me ato nëntoksore, dhe kjo shkakton problemin e një ndjenje të një temperature më të nxehtë në ato territore, ku sigurisht uji paksohet, dhe dihet që basenet ujore në vende të tilla ndikojnë për ato ekosistemet jetësore. Në fakt, në lumin Eufrat, rreth lumit Eufrat banojnë rreth 60 milion njerëz, të cilët varen nga ky sistemi dy lumenjve, pra në Mesopotami, Tigër dhe Eufrat, por edhe anash lumenjve, se Mesopotami quhet vetëm zona midis këtyre dy lumenjve. Tharja e këtij lumi, në fakt, siç u thash, ka shkaktuar dhe zhvendosje të shumë fshatarëve, të cilët e kanë të pamundur të rritin produktet e tyre bujqësore për shkak të rënies kapaciteteve ujore për vaditjen e këtyre produkteve aq të nevojshme, dhe mungesa e cilës shkakton shfarosje të këtyre produkteve bujqësore. Ka shumë mundësi që të kemi luftra shfarose ujore për shkak të konfliktit midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut, pasi Turqia si bariera e parë, si territori i parë ku rrjedhin këto dy lumenj, nga kanë dhe burimet në territorin turk, i shfrytëzon e para në maksimum prurjet e këtyre dy lumenjve, dhe çangelet e kalon pasaj në Siri dhe në Irak. Mirë po këto vende mund të konfliktojnë me Turqinë për shkak se duhet shfrytëzimi të jetë në mënyrë të barabartë. Të flasim pak për profesinë e kupës së gjashtë. Çfarë është kjo kupa e gjashtë? Ndërsa politikanët dhe shkencëtarët përpiqen që ta luftojnë, ta parandalojnë këtë krizë që sjell tharja e Eufratit, miliona njerëz besimtarë në fakt e shohin tharjen e tij përmes një këndvështrimi tjetër, përmes këndvështrimit të profecisë biblike. Në librin e zbulesës të shkruar nga apostulli John, rreth vitit 95 para Krishtit, siç ja u thash,
ka dy referenca të qarta për tharjen e Eufratit. E para gjendet në përshkrimin e gjykimit të Kupës së 6, i cili është akti i parafundit i zemërimit hynor në periudhën e mundimit, të cilën do ta shpjegoj më poshtë se çfarë është. Dhe në zbulesa, paragrafi 16-12 thuhet: Angjëlli i 6 e derdhi kupën e tij mbi lumin e madh Eufrat, dhe uji i tij u tha për të përgatitur udhën e mbretërve nga lindja. Në kuadrin eskatologjik të krishtërimit ungjillor, periudha e shtrëngimit është një periudhë 7 vjeçare me katastrofa të mëdha që i paraprin ardhjes së dytë të Jezu Krishtit. Kjo periudhë fillon me 7 vullat, vazhdon me 7 borit dhe mbaron me 7 kupat. Tharja e Eufratit në fakt është në këto 3 shtaqet është ke 20, pra 7-3-21, 7 vullat, 7 borit, 7 kupat. Këto të parat kanë kaluar. Tashi që po ndodh sipas Ungjillit, kjo është kupa e 6 që derdhet. Tashi ka dhe një kupë të 7 që është Armagedoni, sipas profecive ungjillore. Rëndësia strategjike e kësaj profecie është në fakt e abishme. Lumi Eufrat historikisht ka shërbyer si një barierë ushtarake natyrore midis lindjes dhe perëndimit. Aty ndahet Evropa dhe Azia. Lumi Eufrat me tharjen e tij e zhduk këtë barierë të ndarjes midis lindjes dhe perëndimit dhe i lejon mbretërit e lindjes që të marshojnë me ushtritë e tyre drejt perëndimit, pra drejt Izraelit, për përballjen përfundimtare dhe kulminante me atë që në Ungjil thuhet që është betejë e Armagedonit. Kjo në fakt është një profeci me rrenjë më të vjetra, pasi përveç djatës së re, siç u thash, profeti Jeremia 600 vjet para Krishtit shkroi ose parashikoi tharjen e shtratit të ku kalonin ujërat e Eufratit në Babiloni. Do të ketë thatësirë, thot, mbi shtratin e saj. Ato do të thahen pra shtretrit, sepse është një vend i dhujtarësh që do të çmenden nga tmerri, thot Jeremia në paragrafin 50-38. Disa studiues argumentojnë se kjo në fakt u përmbush kur Kiri i Babilonis në vitin 539 para Krishtit për të pushtuar Babilonin, kërkoi që ushtria e tij të marshonte në shtratin e lumit të Eufrat, dhe për këtë ai devijoi lumin e Eufrat nga shtrati vet, dhe pas pak kohë kur shtrati u tha, ai ka futur ushtrinë nëpërmjet lumit dhe mundi Nabukodnosorin dhe njerëzit e vet, dhe siç dihet i liroi izraelitët dhe ju tha që tashmë jeni të lirë, mund të shkonin në tokat tuaja në Izraelin e sot. Të tjerë studius e shohin si një përmbushje të dyfisht këto dy faktet, pra edhe atë që ka parashikuar apostulli Gjon dhe atë që parashikoi profeti Jeremia. Një ngjarje historike që paralajmëron një ngjarje apokaliptike në të ardhmen. Ndërsa Jeremia ka folur për histori, Ungjilli ka parashikuar të ardhmen apokaliptike, ku pjesë e kësaj
E këtij parashikimi dhe kësaj të ardhme është dhe tharja e Eufratit, e cila është duke ndodhur sot. Të gjithë mund të shikoni në internet dhe të shikoni që ka shumë territore nga territoret e lumit të vjetër e Eufrat, të cilat tashmë janë të thara dhe shtrati i lumit është mbledhur në territore shumë të vogla. Regjia të jap ato 4 engjëjt për cilët ne do flasim tashi. Çfarë janë këta engjëj, kjo foto është gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Nëse tharja e Eufratit në zbulesa është alarmante, profecia e 4 engjëjve në zbulesa 9 është apokaliptike. Kjo është e lidhur drejt për drejt me të njëjtin lum, pra me lumin ose me lumin Eufrat. Gjatë tingullit të Boris së 6, një sekuencë mërshme gjykimesh që i paraprin gjykimeve të mëparshme, nxjerr një zë që i urdhron engjëllit të 6. Zgjidh 4 engjëj që janë të lidhur në lumin e madh në Eufrat, dhe të 4 engjëjt që janë të përgatitur për këto orë, ditë, muaj dhe vit, do të zgjidhen për të vrarë 1/3 e njerëzve. Kjo thuhet në zbulesa 9:14-15. Dhe shohim që saksia e kësaj profecie është marramendse. Këta engjëj nuk lirojnë rastësisht, janë të mbajtur për një orë të caktuar, një ditë të caktuar, një muaj të caktuar dhe një vit të caktuar të kalendarit, pra për një moment të caktuar para themelimit të vetë kohës. Kush janë këta 4 engjëj që ju i shikoni në ekran nga fotoja, kjo foto e gjeneruar me inteligjencë artificiale? Identiteti këtyre 4 qenieve është një pyetje shumë e debatuar në këtë eskatologjinë biblike. Disa të dhëna kyçe dalin nga teksti dhe nga shkrimet e shenjta përkatëse. Ata janë engjëj të rënë, por jo të shenjtë, edhe na më rëndësishme se ata përshkruhen si të lidhur. Në të gjithë Biblën, engjëjt e shenjtë, shërbëtorët e Perëndis, nuk përshkruhen kur si të burgosur ose të lidhur me zinxhir. Vetëm engjëjt e rënë, demonët, përshkruhen në këtë mënyrë. Ja çfarë thot apostulli Pjetër. Perëndia nuk i kurseu engjëjt kur ata mëkatuan, thot Pjetri, por i hodhi në ferr dhe i la në zinxhire errësire të errët për të mbajtur deri në gjykim. Edhe Juda e përsërit këtë duke thënë: dhe engjëjt që nuk qëndruan brenda pozicionit tyre të autoritetit, por lanë banesën e tyre, ai mbajti në zinxhir të përjetshëm në errësirën e errët deri në gjykimin e ditës së madhe. Kjo është Juda 1:6. Në fakt, këta 4 engjëjt e rënë janë komandant, jo ushtar. Kur të lirohen këta 4 engjëj, nuk do luftojnë vetëm. Ata do udhëheqin një ushtri demonike prej 200 milion trupash të hipura në kuaj, një forcë aq e madhe sa të le pamend. Këta 4 janë gjeneralet e ushtrisë apokaliptike. Këto janë thënë në mënyrë alegorike, se jo patjetër do të vinë me kuaj. Kuaj mund të quhen dhe avionët, mund të quhen mjetet ndryshme, disjet fluturuese. Këta engjëj janë të lidhur me nefilimët dhe shumë teologë lidhin këto 4 qenie të burgosura, sipas Zanafillës 6, të cilët kanë lënë stacionin e tyre qellor për të bashkëjetuar me gratë njerëzore me të cilat shkuan në shtrat dhe krijuan atë brezin e nefilimëve, të cilët ishin qenie shumë gjigante, dhe sipas shumë studiusëve thuhet kjo që një nga arsyet pse Zoti i burgosi këta engjëjt e u quajtën të rënë, se kanë rënë nga qielli, dhe
Kjo ishte edhe një nga arsyet që Zoti bëri përmbytjen e madhe dhe i zhduku në filimët, sepse një nga marrëveshjet që ka Zoti me krijesat e veta dhe me natyrën është që askush të mos ndryshojë gjenetikën me modifikime të ndryshme gjenetike. Dhe të shkonte një angjëll me gratë e tokës është sigurisht një modifikim dhe një blasfemi e rëndës sipas Zotit, sipas krijuesit. Këta angjëj të rënd kanë pritur për një kohë shumë të gjatë dhe janë burgosur që nga koha e Noahut, e Noas, siç e themi ne ndryshe, dhe kanë qenë të lidhur me zinxhir poshtë ujrave të lumit Eufrat për mijëra vjet. Kur të lirohen, ata nuk do të dalin të penduar, por do të dalin shumë të zemëruar dhe qëllimi i tyre do të jetë dëmi dhe shfarosja e jetës mbi tokë. Pra, rezultati i lirimit të tyre do të jetë katastrofik. Në zbulesë në 18 thuhet se 1/3 e njerëzimit u vra nga 3 plagët e zjarit, tymit dhe sjufurit. 3 plagë. Unë e përkthej kështu, që mund të ketë 3 bomba bërthamore në atë territor, domethënë mbi Mesopotami, ku është Irani sotëm, dhe vdekjet do të vinë nga 3 plagët e zjarit, pra nga goditja me zjarr, nga shpërthimi i armëve bërthamore, pastaj dëmtimi i dytë do të vijë nga ajri nëpërmjet tymit dhe nga zbërthimi i gazrave të dëmshme, të cilat do të japin rrezatim me kalimin e kohës dhe do të japin dëmtimin e tretë më afatgjatë dhe në territore më të gjera, kur rreth e kërpudhave që shkaktojnë këto goditje bërthamore do të prapen në territore të rreth e rrotull. Ju kujtohet ndoshta shpërthimi i termocentralit në Ukrainë para rreth viteve 90, ku ndodhi një katastrofë mbi bujqësinë deri në vendin tonë këtu, që është një distancë shumë e largët nga Çernobili, nga Ukraina e sotme. Eufrati është një kufi shpirtëror mes lindjes dhe perëndimit, siç ja u thash. Është një vijë, si quhet në Bibël, midis të shenjtës dhe profanes, midis rendit dhe kaosit. Quishët tonë midis popullit të beslidhjes së Perëndisë dhe mbretërisë së armiqve të tyre, por në Ungjil thuhet që beslidhja nuk ishte me ebrejt, por me të gjithë ata që besonin në doktrinën e Jezusit. Pra ishte një ndarje lumi Eufrat midis krishtërimit dhe çifutëve ose ebrejve, se në atë kohë kanë qenë ebrejt gjithë çifutët, dhe nga ana tjetër të pafeve, siç quhet, ose paganëve. Nga Zanafilla deri tek zbulesa, Eufrati shënon kufirin e tokës së premtuar. Në Zanafill thuhet ke 15-18, në ligjin e përtërir 11-24. Ky, pra lumi Eufrat, është lumi pranë cilit u krye dhe vrasja e parë. Kush është vrasja e parë? Kaini vrapi Abelin, 2 vëllezër të cilët kanë qenë fëmijët e Adamit dhe të Evës, 2 djemtë e parë, dhe mbas tyre, përveç disa femrave, ju lindi një djalë tjetër që Adami zvendësoi Abelin.
Dhe këto dy degë pasaj kanë rrjedhur deri në ditët e sotme, ku thuhet që luftojnë të mirët dhe të këqijt, ata që kanë në trashëgimi njollat e gjakut të Abelit në duart e tyre, si pasardhës të Kainit, dhe pjesa tjetër që është në luftë me të keqen. Eufrati, siç u thash, është lumi që rrjedh në zemër të Babilonisë, është simboli biblik i krenarisë njerëzore dhe rebelimit kundër Perëndisë. Është lumi poshtë të cilit sipas Bulesës, siç e përmenda Kenenta, Bulesa 9, burgosen entitetet më të rrezikshme në universin shpirtëror. Rajoni i Eufratit ka një marrëdhënie të njohur me mëkatin njerëzor, siç u thash, për shkak të vrasjes së parë të Kainit me Abelin, dhe aty Nimrodi ka themeluar ushtritë dhe mbretërinë e tij të Babelit, ku një idhujtari e madhe babilonase lindi në rajon, dhe pikërisht sipas profecive kjo do të vazhdojë deri në ditët e fundit. Kur ky lum thahet, kufiri mes lindjes dhe perëndimit shpërbehet. Muret e burgut shemben, dhe ajo që është mbajtur peng e lidhur për mijëra vjet, më në fund në mënyrë katastrofike do të çlirohet. Çfarë do të thotë kjo për ne sot? Konvergjenca e të dhënave shkencore dhe profecive të lashta ngre pikpyetje të thella që e tejkalojnë mundësinë e kuptimit të alegorive fetare. Kriza mjedisore e Eufratit sot është reale dhe urgjente. 60 milion njerëz, siç u thash, përballen me një katastrofë ujore, tensionet gjeopolitike midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut për shkak të burimeve të paksimit të lumit janë duke u përshkallëzuar. Qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare me akronimin CSIS në shqip e ka identifikuar pellgun Tigër Eufrat si një nga rajonet me rrezikun më të lartë në botë për konflikte për shkak të ujit. Për ata që e marrin seriozisht Biblën, tharja e Eufratit mbart peshë që shkon përtej gjeopolitikës. Është një shenjë orientimi në histori, është një paralajmërim, një orë që po ecën, që i kanë mbetur dhe pak koha grepave që të rrotullohen drejt një momenti të saktuar. Kështu mendojnë ata që e besojnë thellësisht Biblën. Katër engjëjt ende janë të lidhur. Lumi rrjedh ende sado i dobët. Kupa e 6 nuk është derdhur ende, por trajektoria është e pagabueshme. Lumi që ka rrjedhur për mijëra vjet është duke u tkurur, duke u tërhequr plotësisht nga shtrati vet. Rënojat e lashta të qyteteve të humbura po dalin nga palta. Fjalët e shkruara nga një i burgosur në ishullin e Patmosit 2000 vjet më parë po duken më pak si poezi dhe më shumë si një parashikim moti. Pavarësisht nëse dikush është besimtar apo jo, në raport me librat fetar, pyetja e kërkon një përgjigje. Si e ka ditur vallë Bibla këtë? Çfarë do t'i ndoste Eufratit? Si e ka ditur? Le të bëjmë një thirrje për reflektim. Ta shikojmë pikturën pak më të madhe. Historia e Eufratit në fund të fundit nuk ka të bëjë me lumenjt, engjëjt apo apokalipsin. Kjo ka të bëjë më shumë me historinë njerëzore.
ka të bëjë me zgjedhjet që ne bëjmë si individ, si kombe, si qytetërim dhe pasojat që këto zgjedhje sjellin. Mesopotamianët e lashtë ndërtuan qytetet e tyre në brigjet e Eufratit sepse e kuptuan që jeta vare nga uji, ata e kuptuan njëkohësisht se ky lum kishte rëndësi se ndante dy kufi. I kuptuan këto gjëra pas u humbën, por pas humbjes jo gjithçka rikuperohet. Eufrati është duke u tharë. Pyetja që lind është: apo shpaloset me të vërtet një profeci? Dhe nëse po, a jemi ne duke i kushtuar vëmendjen e dur? Koha do të tregoj, ndoshta dhe për brezin ton, por dhe për brezat që do të vinë, edhe sipas parashikimit që kanë bërë shkencëtarët e Irakut që merren me problemet ujore, kanë thënë që deri në vitin 2040 Eufrati mund të thahet plotësisht. 2040 nuk është larg, na kanë mbetur edhe 15-16 vjet. Dhe ndoshta ne do të kemi fat, brezi im, që ta kalojmë dhe këtë periudhë dhe të shikojmë se çfarë do të ndodhë. Një gjenerat më e re, 30 vjet më të vegjël se ne, sigurisht do të kenë mundësi të shohin dhe përtej nesh në historinë e ardhshme. Koha dhe historia që ata do të shikojnë do të jap të drejtë ose jo këtyre parashikimeve ungjillore në lidhje me ngjarjet që do të ndodhin rreth e rrotull Eufratit. Këtu mendoj ta mbyllim bisedën tonë. Falenderojmë sponsorat cilët dalin vazhdimisht me shirita në ekranin e YouTube-it kanalit ton Okult. Mos harroni dhe njëherë kujtoj t'i bëni subscribe kanalit që t'ju ndjekim ne ju dhe notificationit dhe jo ju ne nga unë Alfred Sako. Natën e mirë dhe miropafshim.